Ne këtu sot jem shumë të gëzueshëm që marrim pjesë së bashku në manifestimin e festës së Abetares. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka 14 vite me radhë që organizon këtë lloj manifestimi. Kemi filluar në vitin 2012 në rastin e përvjetorit, në rastin e 20 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, ku në atë rast kemi hartu dhe aprovuar edhe abetaren e parë të përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë. Historik në shtetin e Prizrenit. Në këtë manifestim që nga fillimi janë përfshirë edhe trevat shqiptare jashtë kufeve të Republikës Kosovës, si Republika e Shqipërisë, Republika Maqedonisë së Veriut dhe Lugina e Preshevës. Ne sot këto kemi nxënës nga Republika e Shqipërisë, kemi nxënës nga Republika e Maqedonisë dhe përfaqësuesit e tyre zyrtar të këtyre institucioneve, të cilët i faleminderoj shumë për pjesëmarrjen e tyre në këtë manifestim. Dua të përmendim për fat të keq, sot kanë qenë të ftuar edhe përfaqësuesit nga Lugina e Preshevës, mirë po nuk kanë mund të marrin leje për të kaluar kufinin këto për më orën e Mitrovicë. Edhe atyre i urojmë sot festën e Abetares. Fëmijë, Mitrovica është zemra e Kosovës e ju jeni shpirti i një kombi. Të nderuar përfaqësues të institucioneve, i nderuar mysafir nga Republika e Shqipërisë, Zoti Shkëlqemi Mallkaj nga Ministria e Arsimit, Zoti Rexha nga Ministria e Arsimit e Republikës Kosovës, Nërkryetar Osmani deputete Feza, drejtor Begu dhe gjithë ju të pranishëm, të dashur, mësimdhënës, prind dhe ju fëmijë, kënaqësi e privilegj me qenë një ambient me kategorinë e shoqërisë më të dashur siç janë fëmijët, që na ofrojnë mirësi, gëzim, hare, dashuri dhe lumturi. Të dashur nxënës, prindër, përfaqësues të institucioneve, këtu në Mitrovicë, shqiptarë nga gjitha anët, na bashkoi bashkë gjuha, shkronjat dhe mbi gjitha dashuria për dijen. Jam i lumtur që sot këtë manifestim tradicional i cili filloi në vitin 2012, festës Abetares, ne si komunë e Mitrovicës të jemi një koqe. Prandaj kënaqësi është edhe më e madhe kur shoh brezin e ri të fëmijëve që me kaq ngazëllim nisin rrugën e tyre drejt dijes. Abetarja nuk është vetëm një libër, ajo është ABC-ja e një suksesi që ju do të arrini në të ardhmen. Ajo është dera e parë që hapet drejt botës së shkronjave, fjalëve dhe dijes. Përmes saj, ju fëmijë të dashur, tani do të mësoni, lexoni, shkruani dhe shprehni ambicet dhe dëshirat e juaja. Jam shumë emocionuar dhe shumë i lumtur sinqerisht që jam në këtë fest simbolike dhe për mua të një përmase të jashtëzakonshme për vlerat që mbart. Siç e tha dhe kryetari juaj, festa e Abetares dhe kjo festë simbolike nuk është thjesht përfundimi i një libri apo mësimi i të shkruarit dhe i të lexuarit në gjuhën anëtare. Por për ne shqiptarët, festa e Abetares dhe festa e mësimit të gjuhës shqipe, ashtu siç ka qenë shumë vite më parë, shumë breza më parë, është po aq e rëndësishme
dhe po aq adekuate edhe sot e kësaj dite. Akoma dhe sot, vargojnët e së shkuarës herë nxjerrin kokën për ta ulur dhe për ta mohuar këtë gjuhë të vjetër të lashtë sa vetë mali e deti si shtosh në Kuteli. Nuk kam qef të bëj histori, po dhe mund të kaloj pa i përmendur 2-3 fakte historike. Fakti që kjo fest e kësaj radhe bëhet në Mitrovic, vetë ju të kujton në 2 polet e kombit shqiptar. Mitrovicën e Isa Politinit dhe Vlorën e Ismail Qevalit. Mitrovica që ishte prezent atëherë për asnjë nga ne nuk ishte gjallë në motin e shkuar të 1912-ës me ata burra qylafbar e qeleshëbar si shto Kuteli në ngritjen dhe në kurorëzimin e kombit ton shqiptar pas errësirës së gjatë otomanëve. Dhe fakti që sot jemi këtu dhe festojmë së bashku gjuhën shqipe në të gjitha trevat e kombit shqiptar, ashtu si Shqipëria është naturalisht, unë besoj se është edhe ëndër e atyre që ka derdhur gjak e që sot nuk janë në stesh dhe prejnë në altarin e lirisë. Është quat e gjaku ajo që na bashkon të gjithë ne ndërmjet vete. Sot jemi mbledhur këtu për të ftesësuar festën më të bukur, ditën e Avetares. Kjo ditë shënon hapin e parë drejt dijes, drejt botës së librave dhe kulturës son të pasur. Avetarja nuk është thjesht një libër, është qelsi që hap dyert dhe diturisë. Është ura që lidh fëmijët me gjuhën amtare, me historinë dhe identitetin ton të pasur. Sot në këtë festë që na bashkon të një tryezë shqiptare, jo të gjitha komplet, kemi ende që na mungojnë. Ne dëshmojmë se gjuha shqipe është një dhe e pambalë, pavarësisht kufive gjeografik. Të dashur nxënës, ju keni mësuar shkronjat e para, keni lexuar fjalët e para dhe sot keni bërë pjesë e një mote të re. Ju jeni ardhmja jonë, shpresa jonë dhe krenaria jonë. Unë kam emrin Rona Elezi dhe jam nga Shkupi. Shkronja ime e preferuar është shkronja R se unë kam emrin Rona. Shoqja ime e preferuar e ngushtë është Ula, a shoku im i ngushtë prej në klasë e imi. Në klasën e parë kam mësuar shkronja, kam lexuar, kam mësuar numrat, kam mësuar me plus me minus. Unë që me ditë reqa, vinë nga Shqipëria. Ma shumë të më ka pëlqy shkronja O, ma i shtria më ka pëlqy shkronja një. Më pëlqen me qyshme të shëtis ka dalë, qërat në shorësin e përralë, mikat e vezët në lunën e bukur, sa kura lecën me të të në futur, sa mirë që të kam, o e ëmla qyshe. Lasa farë, u po shumë e bukur për mu, u po pak e vështirë, shkronja bëm ka pëlqy, ora jonë së fësoj, u sa bukur t'ingoloj, u korë mbyshen me hare, ora jonë së fësoj, u sa bukur t'ingoloj, u korë mbyshen me hare, ora jonë qep gëzim për ne. Përshëndetje, unë jam Eluisa Dënushi, unë vjen nga Shqipëria. Ma shumë e ma kam pëlqe eja, përse ndërsa me vështira ma është gjëja. Unë jam eja e dyta zanore, shkëtit në flitore. Unë jam eja, po shkët fare, pa mua fjallet kanë dhe fare.
Lësoni vend. Çdo shkronjë si ndriçon, rrugën tonë zbukuron. Shkronja ndriçon si rreze ari, na rrit çdo ditë më shumë se Ligjë